Dosja përfundimtare e Prokurisë Speciale në Hagë është një konstrukt i ndërtuar mbi qindra shtrëmbrime dokumentesh, citime të deformuara dëshmish dhe deklarata të përgjysmuara qëllimshëm me synim dënimin 180 vjeçar të 4 krerëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. We have about 500 of these slides which show the paragraph then with the footnotes underneath, breaking them down as to why they don't actually support what's in the text. Kështu, ajo ka shkelur obligimin e saj themelor për paraqitjen objektive të fakteve në mënyrë që të garantohet një gjykim i drejtë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Prokuroria ka shkuar aq larg sa është përpjekur që përmes manipulimeve të saj ta paraqesë statutin dhe qëndrimet politike të Lëvizjes Popullore të Kosovës, një nga burimet themeltare të UÇK-s, si dokumente që pasqyrojnë qëllime kriminale dhe thirrje për dhunë. The LPK statute here, which you see on your screen, made clear that its objective was, first, the liberation and creation of an independent state of Kosovo, and second, to create a new, free, and democratic society in line with the will of the people. There is no suggestion in the LPK statute that the LPK's objective was to seize power for itself or its members. The SPO takes a sentence out of context that says, Kosovo will be ours or it will be turned to ashes. But the rest of the text goes on to make clear that Kosovo will be ours refers to the people of Kosovo generally and not to the alleged JCE members. And then Political Declaration number 8 concludes by saying, our war is for freedom and for better future and real democracy. Kjo prokurori nuk po synon vetëm dënimin dhe kriminalizimin e UÇK-s si organizatë që ju kundërvuu regjimit kriminal të Serbisë së Miloševićit. Me këtë qasje, ajo kërkon që të prangoset edhe vetë mendimi dhe aspirata e popullit të Kosovës për liri e pavarësi.